Gjyshja 80 vjet merret me thashëtheme. Shpesh herë I hidhran fëmijën e vet mes vete. Kjo është sprov, fillimisht për ta, pastaj për juve, sprov. Po. Në një kohë kur ju doni me dhënë maksimumin për kujdesin ndaj saj, shkaku I moshës edhe jo zotësisë edhe jo shëndetit të saj, ajo bjen punën që ju me urrejt. Padyshim se ajo ka gjëna në këto veprime, por po arsyetoj pak për shkak të moshës dhe mentalitetit. Po du me arsyetu, ndoshta ajo është top në mendje, o shumë e kthjelltë, shumë aftë, mbetet me saj edhe Allahut kjo çështje. Çka kërkohet për juve? Me këshillu, me të buta, me të mirë, mas gjyshe, mas së gjuna, se je më shume, mos e ngarko veten më shumë se sa që e ke ngarku që 80 vite. Nëse nuk dëgjon, le të vazhdoni drejtimin e vet. Ju mos bëni veprime të cilat juve ju shtin gjëna. Kaqë saj. Domethënë ju e para duheni me u përkujdes për ta më ia dhënë hakin. Pastaj mos më bë diçka që ju më hyn hak asaj. Ajo le të hyn hak, sa të mundeni faljeni. Ty para thonat e moshës e tjera. A duhet m'ia fal krejt, po mirë është m'ia fal krejt, po unë tash nuk muj me se nuk e di çka ju ka lëndu dhe sa ju ka lëndu dhe çfarë dëm ju ka bë. Prandaj unë po them, po këshilloj me e fal, mos më nxon për të madhe, por mbetet mes jush edhe Allahut kjo çështje. Ju mos më bëni çfarë zullumi, se jeni tash më të fortë, jeni më të ri edhe mundi mi bërtit edhe me shtyjën stakfirullah, këto mos I bani. Konsiderojeni këta si një sprov për juve. Që Allah ju ka sprovu sa po bëni sabër. Unë e di se brendësia nuk ju le, ju jep siklet këherë. Ju jep siklet. Kush ka pas prender ose gjysher në për shtëpi ose gjyshe, e di çka do të thonë, fjala popullore thot plaku nuk vdes, pa të korit. Do të thonë, ta bjen puna si soje që ti mi bërtit. Ti me stakfrullah me maltretu e me marrëvesh njerëzit rreth teje. Por jo, sa të mundni, te në maksimum. Këta bëne për I Zatë Zotit, konsiderajni si një sprov për juve. Qa me bo? Ndryshe xheneti nuk fitohet. Vetë se me sabër, sakrificë edhe sprova. Allahu na përmirësoft, Allah na fal gjithëve. Amin.